kohesioni brenda llojit për sa i përket aktivitetit në komunitet është më i qëndësishëm në Itali, aty ku ju keni jetuar, apo në Irlandë, aty ku ju tashmë jetoni? Nëse qëndësishëm do thotë i rëndësishëm në rastin tim, është Real, rëndësishëm me këmbëtok, me Atëhere, interes të ndërsjellët. është real edhe për Irlandën unë jam më optimiste sepse Italia në fillim ishin të gjithë të paprigatitur për të bërë kohezion. Mënyra si emigronin, pa ligjë dhe mënyrë individuale dhe jo të strukturuar dhe racizmi që kishte shteti italian në vitet e para për komunitetin shqiptar, nuk ndihmonte. Shqiptari largoheshe, shqiptari. Jo vetëm komuniteti, por edhe shteti, apo komuniteti nuk kishte aq shumë racizëm sa shteti? Racizmi flas ke mediat, ke televizion, ke gazetat, po racizëm, jo vetëm diskriminim. Diskriminim ka edhe brenda vendit, veriu me jugun, komshiu me komshiu, fshati me qytetin. Diskriminimi është një grad më e ulët, më e lehtë. Racizmi është më e fortë, sidomos është në sistem ligjor. Dhe ju këtë gjeni e keni prekur në Itali, nga shteti, nga strukturat e shtetit. Kemi prekur në Itali jo nga njerëzit e përditshëm. Edhe tek njerëzit sepse reflektohet, shteti influencon tek politia ajo punë. Por sido që tjetë, kjo bëri që shqiptarët në rang familjar, siç e thash, të jenë të bashkuar, po edhe në rang jo familjar të ndihmojnë njëri tjetrin. Nuk ka shqiptar që nuk ndihmon tjetrin. Nuk është shumë ka frikë të zjerohet në rrethin e njohur me shqiptarë të tjerë, ama atë që e njeh ndihmon, është pa mundur mos të ndihmohet. Dhe kjo na ka mbajtur biles në Itali. Po pasi ishim jetim, nuk kishim shtet. Nga ana shtetit ton, ne ishim jetim. Ne ishim të braktisur, nëse dikush britesh, shteti tani. Gjitha shteti do t'i bëj. Jo, shteti jon do të kishe përkrahje qoftë edhe nga ana e prezantimit konsullatës, të mbronte të drejtat e shqiptarëve. Ne nuk e kishim atë, nuk e kishim asnjë lloj përkrahje, apo jo Lilian? Kishit, po aq janë mundësitë, sepse shkollaj ta thuash. Ne po themi evidencë. 4 veta mund të ketë konsullata ose 3 veta staf, nuk mund më lë gjithë Italinë nga veriu në jug me qindra mijëra shqiptar. Si e mbulojnë ambasadat? Vetë zot, s'ta ka fajin ambasada gjithmonë. Si e mbulojnë në shtetet e tjera nëse në shtetas i anglez mund të shkojë edhe në Afrikë dhe kërkon të drejtën ke ambasada angleze dhe e gjen të drejtën e vet? Pra ti po krahason fuqinë e shtetit britanik me fuqinë e shtetit shqiptar të drogitur dhe të shkatruar me korrupsioni. Si është e drejta? Si duhet të jetë? Drejta është hynore, çdo lloj e drejtë tjetër është relative. Kështu që s'mund krahasohemi me Zotin. Janë minimale, Endri. Vritesh djem të ri, vritesh në Itali dhe nuk kërkohet pse. Çfarë ka ndodhur? S'po themi për në mbështetjen e aktivitetit që ka bërë Liliana dhe shumë të tjerë, si organizata shumë të njohura që Liliana e din, Skënderbeg Parma është një nga ato, bëjnë punë vullnetare. Librat i kanë marrë vetë. Sot e kësaj dite. I heqim kapelen dhe janë për të përgëzuar. I heqim kapelen dhe janë për të përgëzuar. Tani, çfarë po bën shteti jon tani vetë? Po do ti të bëj shteti? Po pa ti marri meritat këtyre që kanë investuar në vite, pa i dhënë asgjë. Te po bën shteti. Shtet modest me 2 milion banor. Pjesa tjetër i ka rrugëve të Evropës. Mos merr meritat. Mos hajde në fund të marrësh meritat për një punë që Liliana, Durim Lika dhe shumë të tjerë e kanë bërë me vite dhe vazhdojnë ta bëjnë pa lek. Mos të marrësh meritat. Vete kanë ftuar se kanë dash përfaqësues nga ambasada apo nga nga autoritetet e shtetit. Dhe kanë qenë të nderuar, pra i kanë bën der vetes që ja kanë ftuar. Tani s'po të marrin merita, ata po të respektojnë që po të vinë apo të marrin pjesë. Atëherë në vitet e para, Endri, në vitet e para shteti shqiptar edhe nëpërmjet ambasadës dhe nëpërmjet konsullatave ka qenë në mungesë, absent. Italiani thot asente, non esiste. Po që gjithë din italisht, pra nuk u ndjente prezenca e shtetit shqiptar nëpërmjet ambasadës apo konsullatave. Dhe kur unë personalisht telefonova dhe i thashë, jam një qytetare shqiptare, mund më thoni çfarë ofroni ju për mësimin e gjuhës shqipe? Në cilin vit bëhet fjalë? Në 98-ën. Në 98-ën, mirë që kishe numër telefoni kujt i bie. Që mu përgjigje me fakt. Se ambasada nuk përgjigje. Po nuk ka pas shtet fare tash në 98-ën. Edhe në 98-ën ky person tha kush je ti pse më ke marrë telefon mua? Do thotë që erdhi e papritur
I erdhi diçka nga qielli, si themi neve, pra ishin dhe ato të papregatitur për diçka të tillë. Puna është që kjo bëri që komuniteti shqiptar, si sa në nivel familjar ose në nivel lokal, të bashkohen, të vetë organizohen dhe të vetë investohen. Dhe prapë komuniteti ka ecur më shpejt, me hapa më të shpejta drejt zhvillimit dhe integrimit, sësa instancat shtetërore. Këtë po thua. Patjetër. Komuniteti ose persona single, presidentët e shoqatave më shumë kanë bërë vetë nga koha dhe nga ana financiare. Unë personalisht jam vetë financuar deri sot kësaj dite. Pse? Sepse kur ti shikon që komuniteti ka një ezigjencë dhe kjo nuk mbulohet për arsye që i analizohet kur vjen momenti nga personat e dur, ti nuk do presësh derisa të realizojë shteti, do të bësh ti me kushtet dhe mundësitë dhe me vetdijen që ti ke. Dhe për këtë lind individualizm, vullnetarizmi individual dhe vullnetarizmi i organizuar si shoqat ose i rjetëzuar. Dhe unë në Itali, për gjithë aktivitetin gati 20 vjeçar të shoqatës Integramo që insieme, 99% është i vetë financuar. Pse? Sepse nuk është koherent ligji. Çdo më thoni vetë financuar. Do thotë që telefonatat, benzinën, unë i vetë paguaj, pra nuk më jep dikush. Nga të ardhurat që vinë nga kuotat të shoqatës. Nga aktiviteti që ti bën, të realizosh një projekt ose të realizosh një kurs shqip, ti do kontatosh institucionet, do kontatosh prindrit, do të përdorësh makinën tënde për gjithë aktivitete suplementare që don realizimi një projekti. Qoftë të shkosh nga Çevja në Ravena, që ishte qendra e komunës. Po pra në rregull, kush i din nuk ka qenë interneti. Po si vetë, nga rroga jote, nga kuotat. Rroga ime. Rroga ime, unë vetë financohem do thotë unë Liliana dhe shumë president ose disa pjesëtar më të ndëgjeshëm të shoqatës që e kanë kuptuar si personi që është presidenti, janë vetë financuar dhe sot kësaj dite bëhet akoma kjo gjë. Pse? Për shembull, jep një shoqatë që mund ta dish fare mirë që vetë financohet. Ka filluar një shoqatë madhe në Itali. Gjitha kanë qenë kështu, po një që vazhdon të jetë me vetë financim. Në të drejtën, me të shkëputi që kam unë tani e kam vështirë të ta them, sepse është diçka që hyn transparenca. Unë nuk e kam parë bilancin. Po në Irlandë vetë financoheni ju? Vetë financimi gjithmonë ka vend, ka hapësirë për t'u bërë, sepse sido që ti do t'japësh paradhënie. Pse nuk merrni fonde nga pushteti lokal për projekte ose nga organizma të tjerë të cilët financojnë projekte komunitare? Atëherë, kjo varet nga natyra e organizmit që ti je ose grupit. Shoqata që lindi në korrik e ka këtë të drejtë dhe mundësi, sepse është formalizuar, ka kod fiskal, është e regjistruar. Pra, po shoqata e re, ajo ka lindur, e strukturuar dhe e ka të aftësi dhe mundësi ta bëjë. Dhe unë, si pjesëtare, kam marrë pjesë në mbledhjet, e di si funksionon edhe mundësitë që ka. Ndërsa në rastin e Book Lovers, vetë financimi është i vogël. Pse? Sepse ne po bëjmë një kurs të gjuhës shqipe, do mblidhemi një herë në 4 muaj edhe ne. Pra, vetë financohesh për lekët e rrugës, për librat që ti përdor, për fotokopet, për tonerin e stampantes tënde, janë të vogla këto shpenzime. Ta sqarojmë pak, bëni kurse të gjuhës shqipe edhe në Britani apo vetëm në Irlandë? Jo, në Irlandë, në Dublin. Sepse me sa dion këtu bëjnë organizata të tjera kurse të gjuhës shqipe. Edhe masa mund të ketë përplasje. Irlanda dhe Anglia janë realitete komplet të ndryshme si nga mallësia gjeografike si nga historia e emigracionit. Pra, Irlanda ka emigracion të ri si puna e Italisë, ndoshta edhe më të ri se Italia, dhe komuniteti shqiptar këtu është i hershëm por në numër shumë të vogël, vitet e fundit po zgjerohet shumë komuniteti shqiptar. Dhe këto gjëra ndodhin tani sepse është histori komplet tjetër. Pra, gjithë Irlanda për momentin ka vetëm një shoqatë të formalizuar, të strukturuar që lindi në korrikun e 2025-s. Grupe të vogla të vetë organizuara jo formale ka Korku, ka Galway, ne kemi në Galway profesor Ndrek Gjini, nëse nuk gaboj, që ka përkthyer edhe një libër të presidentit të Irlandës. Pra, persona single ose grupime jo formale Irlanda ka, por që të strukturuar ka vetëm të shoqatë. Ndërsa grup jo formal, kulturor, vetëm kulturor, është Book Lovers që lindi në gusht. Pra është diçka e re Irlanda në këto nisma, në këto aktivitete me fjalë. Mendosh tash strukturosh si organizat Lilian që të kesh dhe këto të drejta? Atëhere, kjo është diçka që shihet rrugës. Pra, unë kur bëm shoqatën, kur bëra shoqatën e informua dhe më thanë bëhet në këtë mënyrë, ka këto procedura dhe lek për të formuar. Në Irland, unë personalisht fillova në Book Lovers sepse nuk ka
shpenzime ekonomike, edhe është diçka që është kundër mentalitetit dhe paragjykimeve të shqiptarëve në përgjithësi. Pra, ti kur bën një organizëm thjesht kulturor, ku banalmente detto me fjalë, nuk hyn leku në mes, sepse ka shumë paragjykime me lekun, atëherë unë mendova të bëj një organizatë që ka rrugët e hapura nga çdo paragjykim, është shumë efikase, shumë e rëndësishme dhe vetë financimi ekonomik është i ulët në këtë rast. Na ta nuk paguhemi, por na dytë edhe ato lekë që ti do nxjerrësh nga xhepi si gjithmonë, për momentin janë shifra shumë të vogla, simbolike, nuk është ky problemi me fjalë. Ndërsa në të ardhmen duke parë rëndësinë, interesin, domosdoshmërinë që ka, pse jo, ajo është diçka që shikohet në rrugë e sipër, siç u pa në Itali, bëhet edhe këtu. Po është diçka që historia e migracionit dhe komuniteti në Irland është në këtë fazë tani, është në fazë fillestare të formalizimit.